Fshati Mazrek është rreth 15 kilometra larg nga qendra e Tiranës, por nëse kjo foto do të ishte përhapur si virus, krejt rrufeshëm në rrjetet sociale, megjithëse askush do të fliste për këtë fshat dhe ca më pak për atë që tani më njihet si Nën Zylia. Kjo e diel nuk është ditë pazari për të, pasi jo çdo ditë ka diçka për të shitur, e që e hëna ta gjej në treg i duhet të punojë më parë në serën e saj këtu në Mazrek. Pa bëj labat, pa bëj tufë, pa lidh. Gjobën që e bëri të famshme s'do e paguaj, por historia e saj me gjobat ka nisur edhe më herët dhe ndryshe nga shqiptarët që shpërndan foton e saj, ajo nuk proteston as pak për këtë gjë. Gjobë në para pagujta, 5.000 lek me motë që ishte ajo. Kum shit sa herë, ato ka sa vjetë, kum shit. Pa, kishin drejt ma vëmë dhe isha unë fajtore, s'kan faja. Përballon do taksat në qoftë se do duhet të paguash taksa për atë tezgën? Ne nuk shkojmë për ditëri. Prej kësaj sere, ndërsa është duke punuar Nën Zylia komenton atë që ka ndodhur dje. Shkova vetë këtë regu, për tezë, atje ishte largë, ata më pret në shumë mirë, me makinë më qurë, me makinë më prunë, e në më tha zilë ku të dush tezgët, ku të dush. Po e zgjodhe pastaj? Ja, sa shka largë, hiqë zodhe jo. Por më herët se këto imazhe ka qenë një tjetër që doli nga arkivat. Një fotografi me kandidatin demokrat në zgjedhjet vendore, Halim Kosovën. Jo, unë ishe të shit ato, të shit i kështu si të shte, Halim Kosovë erdhi ishte atje, tha mu, s'ke për të shit mo, tha, produktet të morem ne, jo se për dalë fotografi, pa tha t'i bish më gërvlem, kështu që për dalë vetë s'kum dalë. Kështu gruaja në moshë e cila u shndërrua në personazh prej rrjeteve sociale, tani e di mirë edhe se ç'është Facebooku. Më dite që betën, unë s'pashë rjetu që në filmoj. Ku erdhëm dargë, mua një për kështu ka ora nënë, the atë kanë gjëbet se të pa, se kështu ke dalë në Facebook, the. Por te takimeve dhe fotografive, me zyrtare politikan, realiteti saj vetëm është ky në këtë serë, dhe jetesa e saj në këtë mënyrë. Ku të shkojmë në mu? Me këta njëna. Ku të shkojsh? Tu për të bo, këto bojo, ullë? Pa për të pënu taj për në djales, për nëjë. Tok tjetër s'kina ma, i këta kam, i këtë dëllim të. Ku të shkoj, i këto për nëjë. Kine qikë pension kooperative, ne ata i morëm i laqa, të edhe më ima. Kur kam shkoj për ditë, kur i dite i bëj, dite i qoj. Pa kur ke shumë, bë 15.000, 12, 13.000, kur ke ma pak. Por si kur të mos mjafton të mundi brenda serës, më shumë mund duhet për të nxjerrë produktet në rrugën kryesore, e për ta bërë këtë, duhet të kalojnë përmes kësaj rruge. S'na ka në mund fare komuni, asë një. Më shtrujë për 4-5 makina zhavar, heq. Ndërsa qepët janë të mbjella këtu, pranë shtëpisë së saj, ku jeton me njërin nga djemt, që është njëri prej 7 fëmijëve që Nën Zylia ka. Përveç kësaj të familjes së Nën Zylies, në këtë fshat sera ka thuajse çdo familje, sepse është mënyra e jetesës së këtyre banorëve, të cilët njësoj si ajo çdo ditë udhëtojnë drejt qytetit për të shitur produktet e tyre. Ato do të shes. Ato mo të shkojje? Të shti po më përzënë mo që të bëjt?